Kaosi shpërtheu në kryeqytetin e Rumanisë të dielën në mbrëmje, ndërsa mbështetësit e zemëruar të populistit të ekstremit të djathtë, Kalin Georgescu, protestuan kundër vendimit që ndalon atë të marrë pjesë në garën zgjedhore. Qindra protestues u mblodhen para selisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Bukuresht pas shpalljes së vendimit. Disa protestues hodhen copa të kallëdrëmit të thyer dhe objekte të tjera ndaj një numri të madh të policisë speciale. Dëgjova që Komisioni Zgjedhor ka anuluar kandidaturën e zotit Kalin Georgescu. Nuk bëhet fjalë më për atë se kush fiton, por për demokracinë e shkelur nga të gjitha anët. Njerëzve po u tregohet se jetojmë në një diktaturë, thot Sisi, mbështetëse zotit Georgescu. Nëse gjykata kushtetuese nuk e hedh poshtë këtë vendim, tre partitë ultranacionaliste që kanë 35% të vendeve në parlament dhe që mbështesin zotin Georgescu për president, rrezikojnë të mbesin pa një kandidat në zgjedhjet e majit. Jem së bashku me dy udhëheqësit e opozitës me cilët ndaj vlera të përbashkëta. Ne duhet ju kërkojmë sërish që të mos bëjmë dhunë, ashtu siç ndodhi mbrëm. Ne po ecim përpara me besim të fortë për të ardhmen e vendit tonë, tha zoti Georgescu të hënën. Kandidati pro-rus fitoi raundin e parë të zgjedhjeve. Gjykata kushtetuese e vendit më pas anuloi zgjedhjet me arsyetimin se u ndikuan nga Moska në favor të zotit Georgescu përmes një fushate në internet. Tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja hoqi të drejtën për të rikandiduar. Analisti politik Cristian Pirvelescu thotë se anulimi i zgjedhjeve nuk kishte të bënte me shtypjen e fjalës së lirë, por me prova për parregullsi financiare. Kandidati të djathtës ekstreme deklaroi zero shpenzime elektorale, thotë eksperti nga Shkolla Kombëtare e Studimeve Politike. Electoral expensive. Elena Lasconi doli kandidatja e dytë me votuar në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Zonja Lasconi, kandidate e Partisë Progresive, shpëtoni Bashkimin Rumun, vuri në dyshim vendimin e gjykatës për anulimin e zgjedhjeve të vitit kaluar, duke thënë zërit e Amerikës se ajo mund kishte fituar në balotazh. Dua të shoh prova, mendoj se çdo rumun dëshiron të shoh prova sepse mbi 9 milion rumun votuan vitin e kaluar dhe të gjithë janë të shqetësuar. Është kaq e thjeshtë, thot zonja Lasconi. And everybody's frustrating and I want to see proof. Analistët vlerësojnë se ka pak gjasa që gjykata më e lartë e vendit ta lejoj kandidatin pro-rus të vazhdoj garën zgjedhore në vendin antar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Gjykata krijoi një precedent për këtë në muajin tetor, kur ja ndaloi një tjetër kandidate të djathtës ekstreme garën zgjedhore, duke thënë se qëndrimet e saj anti-evropiane dhe pro-ruse e bëjnë atë të padenjë për të udhëhequr vendin. Përsëritja e raundit të parë mbahet më 4 maj. Nëse asnjë kandidat nuk fiton mbi 50% të votave, balotazhi mbahet më 18 maj.